Shfaqja publike e mospajtimeve për përfundimin e luftës në Ukrainë mes kryetarit amerikan Donald Trump dhe kryetarit të Ukrainës Volodymyr Zelensky ka nxitur një reagim të fortë në mediat në gjuhën maqedone. Gazetar, redaktor, opinionist, analist, profesor dhe ish diplomat në mënyrë të hapur kanë promovuar narracione të dala nga kuzhinat propagandistike ruse. Për të maskuar këtë qasje tendencioze, përdorin kryetarin Trump, që ka manifestuar një qëndrim ndryshe ndaj Rusisë. Narracioni i parë që përdorin simpatizantët e Putinit në Maqedoninë e Veriut është se Rusia fitoi luftën në Ukrainë, përkundër të gjitha fakteve që dëshmojnë të kundërtën. Të gjithë këta njerëz që marrin pjesë aktive në krimin e opinionit publik për çështje të ndryshme në vend, sikur harrojnë të përkujtojnë se Putin nisi agresionin e paprovokuar kundër Ukrainës me arsyetimin e rrem se dëshiron të denazifikojë vendin dhe të shkatrojë ushtrinë naziste ukrainase, e cila qenë kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të Rusisë. Pas 3 vitesh pushtimi në shkallë të gjerë, Rusia ende nuk arrin të mposhtë Ukrainën dhe ushtrinë ukrainase. Putini dështoi të pushtoj vendin dhe të instaloj një qeveri kukull në Kiev që do t'ju shërbente interesave ruse. Për Rusin, edhe më i paritshëm është qëllimi për të shkatruar ushtrinë ukrainase, e cila me sukses ka ndalur përparimin e rusëve. Ajo si superfuqi që e mban vendin, me javë, muaj dhe me përpjekje të jashtëzakonshme mezi pushtojnë ndonjë fshat në Ukrainën lindore, duke paguar një çmim të lartë në ushtar dhe pajisje ushtarake. Kjo tregon qartë se Rusia në betejë ka humbur luftën dhe po përpiqet në tavolinën e bisedimeve të shpëtojë fytyrën e saj. Të negociojë anëpushim sepse ushtria ruse nuk ka fuqi për të vazhduar pushtimin më tutje dhe të legalizojë plaçkën e luftës 20% të territorit të Ukrainës. Megafonët e Putinit në media në Maqedoni vuajnë nga sindroma serbe. Humbjet ti festojnë si fitore. Thonë se Ukraina nuk do të bëhet antare e NATO-s. Ndoshta edhe mund të mos bëhet, por pa garanci për sigurinë e Ukrainës, askush në Kiev nuk do të nënshkruajë pushim me Rusinë. Këta rusofil shkojnë aq larg sa ndrojnë sy hapur dhe thonë se po përgatitet Jalta 2, ku Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të ndajnë sferat e interesit në Evropë. Propaganda flet për dëshira, injoron faktet. Nëse flasim për Jaltën 2, atëherë bëjnë mirë të na përkujtojnë realitetin e vitit 45, kur u mbaj takimi i treshës fitimtare nga lufta e dytë botërore, SBA, Rusi dhe Angli. Gjermania kapitulloi, ushtria sovjetike kishte mbritur në Berlin dhe pushtoi të gjitha vendet e Evropës lindore, nga Polonia deri në Bullgari. Realiteti i sotëm është krejtësisht tjetër. Ushtria ruse për 3 vite është ngatruar në baltën e Ukrainës lindore, e jo më të pretendoj të rikthejë ndikimin në vendet e Evropës lindore, të gjitha antarët të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Tjetër narracion që përdorin rusofilët në median maqedone është se Ukraina dhe Bashkimi Evropian qenë kanë kundër paqes. Sipas kësaj logjike të çoroditur, Zelensky dhe Brukseli qenë kësh për vazhdimin e luftës, të humbjes së jetëve të njerëzve, vuajtjeve dhe shkatrimit. Faktet flasin krejt ndryshe. Ato kërkojnë paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, sepse do të ishte e pandershme Ukraina të detyrohet të bëjë koncesione territoriale ndaj Rusisë dhe t'i vëjë në shërbim të Shteteve të Bashkuara mineralet e ralla pa garanci sigurie. Dikush duhet të garantojë se Putin nesër, pasi të merr veten, nuk do të nisë një inkursion të ri kundër Ukrainës, apo edhe ndonjë vendi tjetër me arsyetime të rreme. Dhe narracioni më i rrezikshëm që është përdorur nga tellallat e Rusisë në Shkup është se BE qenë kësh jo parimore ndaj Maqedonisë Veriut. Për parimet mund të flasim vetëm ata që kanë dhe respektojnë parimet. Nuk mund të flasin për parime kur vendi i tyre nga Freedom House vlerësohet si demokraci hibride me korrupsion deri në fyt dhe pa sundim të ligjit. Mosdurimi i mediave maqedone kundër BE-s dyshoj të jetë insistimi i Brukselit për të përfshirë bullgarët në kushtetutë sepse
Kjo vetëm vërteton ekzistencën e popullit maqedon. Halli i eksponentëve të establishmentit maqedon janë standardet e BE-s, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit. Janë kundër shtetit drejtës sepse nuk duan sistem që trajton njësoj të gjithë qytetarët, sepse ende besojnë në historinë se maqedonët duhet të jenë më të barabartë se të tjerët. Dhe nuk duan të luftojnë krimin, sepse korrupsioni është shndruar në sistem qeverisje për kontrollin e njerëzve si në kohën e komunistëve. Në teksti i zhurmes mediatike për takimin Trump-Zelenski nuk është shqetësim për paqen në Ukrainë dhe Evropë, por interesim për rritjen e ndikimit rus në Ballkan, i cili do të privilegjonte Serbinë për dëmtuar interesin shqiptar në rajon. Të besosh se me marrëveshjen për ampushim në Ukrainë do të forcohet ndikimi i Putinit në Evropën juglindore është naivitet, sepse në histori pengimin e Rusisë për dalë në ujëra të ngrohta nuk e kanë bërë Shtetet e Bashkuara, për shtetet evropiane. Ishte Anglia ajo që pengoi marrjen e Stambollit nga aleatët ballkanik të Rusisë në luftën e parë ballkanike. Po ashtu ishin fuqitë evropiane që në Kongresin e Berlinit anuluan marrëveshjen e Shën Stefanit, me të cilën Rusia forcoi pozitat e saj në Ballkan. Edhe sikur të realizohen parashikimet e konspiracionit për tërheqjen amerikane nga Evropa, gjë që ka shumë pak gjasa për të ndodhur, Serbia më nuk mund të dëmtojë Kosovën e shqiptarët. Shqiptarët në Ballkan tashmë janë kafsha që nuk ka përdijen lehtë. Opsioni i ndërhyrjes ushtarake serbe në Kosovë është thuajse i pamundur, por kjo nuk do të thotë që Kosova dhe Shqipëria duhet ta përjashtojnë këtë skenar dhe nuk duhet të përgatiten.